Në liqenin e Prespës takojnë kufit e 3 shteteve: Shqipëri, Greqi, Maqedoni. Mbi ujërat e liqenit fluturojnë pelikan, çafka, mëllënja, pëlluma tegër e grifsha me penë të bukura, ndërkohë që në liqen rritet krapi, kleni, mrenka, gjuca, sardelia e ngjalla. Fshatarët tregojnë për një lumë që kalon përmes liqenit e humbet në përshkëmbinjtë e Zaverit. Ky lumë derdhet në liqenin e Ohrit nga buron Drini i Zi. Por liqeni i Prespës së Madhe nuk dallohet vetëm për biodiversitetin e faunës dhe të florës, por edhe për kishat e ndërtuara brenda në shkëmb nga më të rrallët në Ballkan dhe në Evropë. Kishat e sektit Heremit të ndërtuara kyç në shekullin e 12. Të tilla kisha njeriu mund të gjejë vetëm në malin e shenjtë të Greqisë. Mali Gradi, ky ishull i vogël në liqenin e Prespës, ka kishën e vet. Edhe ajo është e ndërtuar në shkëmb. Kjo kishë i përket një periudhe më të vonë, shekullit të 13. Ashtu si kishat e tjera, edhe kjo kishë shquhet për vlerat e saj artistike.